Salamu alaikum të nderuar ndjekës të portalet të Mejlisit Bashkisë së Ulqinit. Ne me lejen Allahut fuqi plot vazhdojmë misionet tona Ramazanin e Mejlis. Duke u munduar që ta shijojmë sa më tepër këtë muaj të bekur të Ramazanit. Sonte kemi një temë shumë aktuale, shumë të mirë të dobishme dhe sonte kam nderin kolegun tim Hoxh Samir Gjoni. Mirë se na jeta. Salamu alaikum. Aleikum salam, mirë se ju gjeta. Zoti ju shpërbleft për këtë emision të cilin po e realizoni. Shpresoj edhe mendoj shumë që është një emision shumë i qelluar për vendin tonë, por gjithashtu edhe jashtë vendit tonë. Të nderuar ndjekës, ne sonte kemi një temë ku më do mos na preken edhe njërin dhe tjetrin. Ajo është tema menaxhimi i një Ramazani të mirëfillt nga ana e rinisë. Së pari na jep një hyrje në këtë muaj të bekur të Ramazanit, si e kupton ti Ramazanin. Allahu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Atëherë edhe një herë ju falenderoj shumë për ftesën. Allahu xhaleshani ju shpërbleft. Allahu amin tani inshallah. Gjej rastin përshëndes të gjithë ato të cilët po na shikojnë, po na ndëgjojnë, duke shpresuar, duke lutur Allahun xhaleshanu që ky muaj në të cilin gjendemi është një muaj që me të vërtetë është ai i cili hap dyert e xhenetit. E shpresojmë, lutim Zotin xhaleshanu që agjërimi jon të jetë i pranuar, e inshallah don Zoti që të jemi banorët e xhenetit. Me të vërtetë Allahu xhaleshanu ka graduar njeriu, e ka graduar në forma shumë të ndryshme, por e para ndërto është që ja dha mendjen, ja dha logjikën për të kuptuar se cila është e drejta, cila është e mira, cila rruga Allahu xhaleshanu, e cila është do të thotë edhe rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj gjithmonë i dërgojmë salavat vulës së pejgamberisë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu familjes së tij të ndershme, Ehli shokëve të tij sahabët dhe me gjithë njerëzit e cilët me përkushtim, me sinqeritet e kanë pasuar rrugën e tij deri në ditën kur dalin para Allahut. Me të vërtetë, siç e thash, Allahu xhaleshanu e gradon robën e vet, edhe gëzim është për robën, gëzim është për njeriu, për këtë krijesë kaq madhështore, kur e mendon do të thotë që Zoti xhaleshanu ja dha një muaj për më ndryshu edhe për më hiq diçka nga vetja e vet, që ndoshta e ka pak më vështirë, do të thotë që muaj të tjerë ta largoj atë vesin apo ta largoj atë veprën e tij, cilën e mundon, sepse jam shumë i bindur do të thotë se secili minesh ka gjëra apo ka vepra apo ka gjëra të cilat her pas here mundojnë, edhe elhamdulillah Allahu xhaleshanu dërgon këtë muaj, këtë begati të madhe, do të thotë që të pastrohet njeriu. Pastrohet njeriu, të largohet, ndryshoj diçka nga vetja vet. Andaj Allahu tha që o ju që keni besuar, agjëroni. Do të thotë juve është bërë obligim agjërimi. Do të thotë u drejtohet besimtarëve që të agjërojmë, për shkak që nuk kemi ne veç ato të parë të cilët agjërojmë, kanë agjëruar ato të cilët ishin më herët, popujt më herët, edhe do të thotë me lejen e Zotit xhaleshanu këtë muaj begatitën të mëdha. Andaj mendoj që elhamdulillah them do të thotë që gjendemi në këtë muaj, pse? Për faktin që shumë e kishin menduar dhe shumë e kanë shpresuar që ta presin muajin e Ramazanit, ta përjetojnë edhe një Ramazan, ta përjetojnë edhe herë këtë begatinë e Allahut xhaleshanu, por saktimi i Zotit është që Zoti t'ja marr dikujt shpirtin edhe t'ja dorëzoj shpirtin, t'ja kthej tek Allahu xhaleshanu. Neve Allahu na mundsoj. Inshallah don Zoti që të jena prej atyre që kur ngritena ditën e gjykimit drejtohna e ka ajo derë që Zoti e ka krijuar vetëm për agjëruesin, derën e janë. I nderuar, nga shumë tema aktuale, nga shumë gjëra të cilat njeriu t'i mungojnë që t'i shtjelloj, t'i flasim, të veprojmë, t'i punojmë, një nga ato është rinia. Të merremi me rinin, për arsye se nga dita e ditës po shohim se rinia jon nuk është në udhën e drejtë. Cila është rëndësia e rinisë në këtë fe në Islam? Duke marrë parasysh do thotë që edhe vetë jena prej atyre të cilët jena ndri, jena gjenerata të reja, padyshim që edhe na kena nevojë për këshilla që dikush na këshillojë neve, na tregoj rrugën, edhe pse elhamdulillah pe Allahu xhaleshanu që na ka mundsuar si temi për tyre që
e përmendin emrin e Zotit, përmendin emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndoshta jemi në gjendje edhe na që të këshillojmë dikant, edhe pse asna nuk jena në perfeksionin, patjetër. Edhe do të thotë që edhe na kemi nevojë për këshilla. Edhe kur e shoh do të thotë që gjenda në mesin e gjeneratave të reja, padyshim e kuptojmë më mirë këtë pjesën e gjeneratave të reja, do të thotë që problemet janë aktuale, problemet janë që shihen, do të thotë të ndryshme. Edhe ndoshta ndër ato çka mundena me cek, për shembull, është do të thotë rrjetet sociale, të cilat janë shumë aktuale, të cilat një i ri mundet me i përdorë për të mirë, po mundet me i përdorë për anët negative. Edhe do të thotë, siç e ceka ne jena pjesë e kësaj gjenerate. Edhe patjetër që duhet të flasim për këto problemet aktuale të cilat ndodhin, por duke mos lënë anash asnjëherë se ka rini, elhamdulillah që janë të udhëzuar. Ne e shohim do të thotë ti je imam do të thotë në xhaminë e shtorit e sheh edhe vetë që rinia ka filluar që të vinë në kohët e namazit më shumë, do të thotë unë jam këtë pjesën që ne e shoh, do të thotë që ka elhamdulillah rini normal, ka gjithmonë vend, ka interesim, ka vend që të përmirësohet gjendja edhe më mirë, por elhamdulillah me kalimin e kohës, do të thotë me përkushtimin e hoxhallarëve, me përkushtimin e njerëzve të cilët kanë qef që feja më ngrit, kanë qef që komi me avancu, mendoj që jena duke shku ka e mira. Rinia ka vlerë shumë të madhe në islam. Këtë e shohim do të thotë prin kohën e pejgamberëve, apo të themi ndrysh prin kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që qysh rinin e tij është quajt si besnik, el emin, i mirë, i sjellshëm me tjerë, do të thotë kanë besuar krejt, edhe pse ishte i ri, do të thotë ka lënë vend vetes vetë që secili ta njoh si besnik. Edhe po gjithashtu do thotë edhe për shokët e tij. Për shembull, nëse përmendim shokët e pejgamberit e Islam na shkon mendja të përkujtojmë do thotë Aliun radiallahu anhu, i cili qysh në veçlinë e vet kishte atë burrërin, kishte atë trimërin, saqë do thotë edhe qëndronte do thotë në shtratin e pejgamberit alayhis salam, kur pejgamberi alayhis salam u detyrua që të largohej nga vendi i tij. Do thotë ishte i ri, por zemra e tij ishte e përpjekur me Allahun xhaleshanuhu. Çka mundem me thënë tjetër për rinin është që me të vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për rinin e cek në ato 5 gjërat që ndoshta për ne janë të njohshme, por ti cekim për opinionin e xhan, e që një ndër to thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kujdesuni thot për rinin para se të vinë thot peçria. Do thot ti japim vend kësaj moshës tonë para se të vinë një moshë e cila ndoshta e ke kohën, i ke mençurin, por nuk e ke do të thot fuqin për me përdor do të thot ato gjëra. Edhe do të thot me të vërtet rinia ka vlerë të madhe në mesin tonë. Omeri radiallahu anhu në një herë kishte thënë mu i rini, po të më jepshe vetëm një ditë ta tregoj se si ish në pleqëri. Subhanallah. Po për shembull na shohim edhe tek të moshuarit tanë thonë pasha të rinë, pasha verën, do thotë i kanë dhënë një kujtohen, kthehen në atë kohën e vet kur ishin të ri, do thotë se si e kanë mbërtuar, do thotë jetën e vet, moshën e vet, kohën e vet. Edhe na ndëgjojmë do thotë popullin ton përpara është përmend ajo fjala mos u plaksh në atë aspektin që do thotë gjithmonë qëndrosh i ri, si fizikisht, si mendërisht, në çdo aspekt. Ata zemra. Po kur ja thashun këtë dikujt më thotë ja, mos më thuj thot ashtu. Pse? Tham, thuj inshallah plakësh tha. Kështu që inshallah don Zoti dhe na plakna për të mirë inshallah. Inshallah. Ndodhem në një muaj të bekur të Ramazanit, muaj i dalluar, muaj se që dietarët e kanë quajtur një muaj mësimi, plot begatim mirësi, një shkollë në vete. Dhe subhanallah, shpesh ne dëgjojmë se rinis po I duhet një motivim, inspirim tjetër. Por ndoshta nga një herë mendojmë se më tepër I duhet disiplinë, duhet një ndryshim I disa shprehive, disa gjërave, dhe si duhet ta kaloj rinia agjerimin në këtë muaj të bekur të Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot shumica e njerëzve thot nëse janë të shkujdesur, nëse nuk I japin kujdes dy gjanave, janë këto dy thot. Cila thot janë shëndeti thot edhe koha lirë.
Do thot ku mas shumë nuk i napin rëndësi. E kalojnë, po kur nxehen ngosht më sa i thon si më ndodhi kjo, më shkoi koha, do thot ka gjëra të cilat shpesh i ndigjojmë duke thonë sa shpejt kalon koha dhe është fakt. Nëse flasim për rinin kohën e agjerimit Ramazanit, në mesin ton mund na pa raste të ndryshme, do thot ka rini që elhamdulillah prej në veçlinë e vet, prej në moshën e mektebit si e thonë na, fillon të agjeroj. E ka atë ndjenjën e agjerimit. Ka qef më agjeru, i duket interesant dhe elhamdulillah që është ashtu, sepse është edhe porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po për nga mosha pubertetit, e që është mosha e cilet edhe bëhet tamam obligativ për një të ri, mendoj që aja çka duhet të pas kujdes një i ri, do të thotë në kohën e pubertetit, e që është një kohë shumë delikate, është do të thotë shoqërimi me persona të cilat ja kujtojnë Zotin. Shoqërimi me persona që agjerojnë. Shoqërimi do të thotë me persona, me njerëz të cilët jo për atyre që nuk agjerojnë ose nuk marrin vepra ndaj Zotit, po për atyre të cilët i kanë zgjedhur veprat e veta. Edhe kjo është një ndër ato. Po tjetër, çka mundena me cek, mendoj që një i ri duhet të manoj pak larg rrjeteve sociale kur është në kohën e Ramazanit, kohën e agjerimit. Siç thash, agjerim koha do të thotë tepër offline. Po, ashtu. Do të thotë rrjetet sociale i kanë siç thash të mirat edhe të këqijat e veta. Po nëse të këqijat përdoren jashtë Ramazanit, po si të ishte përdoret të këqijat në mesin e Ramazanit. Do të thotë dy fish më shumë. Edhe do të thotë e para çka thash, shoqërimi me një shoqëri pak më të mirë, do të thotë jo vetëm kohën e Ramazanit, por fillimi është në kohën e Ramazanit, pastaj duhet patjetër gjithë jetën. Pse? Edhe pejgamberi selam kur e përshkruan shokun thotë njeriu thotë është në fenë e shokut të tij. Do thotë kjo ne kupton që një person apo siç thotë populli jon, gjej shokun thotë më të mirë se veten. E ndëgjojmë shpesh këtë. Edhe mendoj që e para është që shoqëria të jetë e dalluar. E dyta, do thotë rrjetet sociale të përdoren më pak, të përdoren për hajër. Por çka mundra me cek tjetër është që një i ri ta përkushtoj pak veten për ibadet pak më shumë e të largohet nga xhumi. Edhe pse në muajin e Ramazanit aq mëshirshëm është, do thotë, aq mëshirë ka në muajin e Ramazanit sa që edhe xhumi është ibadet, edhe xhumi është adhurim. Mirë po me përmasa të caktuara. Edhe do thotë ka disa gjëra që një i ri duhet patjetër me i bë. Po ndër to çka mundna me cek është edhe duaja, lutja, pse në rinit tonë na jena për shembull një kohë cilën e kena jetën tonë përpara, edhe padyshim që na duhet me bë dua për nevojat tona, për kërkesat tona, me kështu me radhë. Subhanallah. Më kujtohet një pyetje ku unë ja bëra një kolegu ton duke u munduar që në atë kohë ishte aktuale sa kishte filluar Facebooku. Jo për të bërë reklam, po për të marrë një mesazh tjetër, unë e pyeta, a është e ndaluar dhe si ta perceptojmë ne rrjetet sociale, si ti perceptojmë domethënë kohën tonë në rrjetet sociale. Ai tha është njësoj sikur një shishe, ku në një shishe po të vendosësh ujë, kjo shisha a do të ishte ndaluar? Jo. Po të vendosësh diçka një pije e cila është ndaluar, me të mos të ishte ndaluar. Dhe kështu po ndodhet me gjëra me të cilat ne jemi duke përdorur nga dita ditës janë rrjetet sociale. Në qoftë se ne i përdojmë si mjet e komunikimi, në qoftë se ne i përdorim për hapur hajrin dhe për të patur një qasje në këtë botë, atëherë ne jemi në rregull. Po, kurse ne nga 24 orë i kalojmë minimum 2 apo 3 apo 4 orë dhe më tepër ku nga dita ditës ne ndëgjojmë ku po mbahen rekorde në kalimin e kohës në këto rrjete sociale. Për fat të keq duhet të cekim disa gjëra ku mashallah Allahu të nderoft me motivove për ta motivuar dhe ne këtë rini dhe këto E është nga dita ditës mesazhi më i madh i Ramazanit është kur je ti në mundësi që ta lësh atë e cila është e lejuar, ushqimin, pijen dhe gjërat tjera të cilat janë të lejuara, ti lësh
do të thotë ti ke durim dhe ti ke guxim ti lësh në Ramazan, atëherë ti duhet të kesh dhe guxim ti lësh pas Ramazanit. Për shembull, gati ditës po ta hapësh radion apo televizorin në këtë kohë dhe nuk shikoj shumë televizor, po ti hapesh rrjetet sociale, gati ditës trendi është që ti në dorën tënde të kesh një pijë alkoolike, ku trendi është që ti thosh dikujt tjetër, unë jam në stres dhe mu më duhet një farë droge, nërthojza, dhe mu më duhet kjo dhe kjo, të merrem me bigjoz dhe me gjëra tjera, mendojmë se rinia e ka mundësinë më të mirë, shansën më të mirë që ky muaj bekor i Ramazanit të jetë siç the, agjerim, agjerim i zemrave tona, ku në zemrën tonë ne të kemi më tepër dorim dhe ti thon vetes ndal. Unë nuk kam nevojë për këto gjëra. Edhe një pikë që ka luajtur rol shumë mendoj, është do të thotë që na patjetër që me familjen tonë, si rreth i ngushtë apo gjë qoftë, patjetër që duhet me u shoqënu gjithmonë. Por agjerimi prapse e kohë të mirën e vet, edhe në këtë aspekt. Domethënë, një ndër ato pika që duhet me pa na është do të thotë që me shoqërimi edhe më shumë me familjen tonë, me të afërtin tonë. Do të thotë me ndo ato mendimet me familjet tona sa i përket muajit Ramazanit. Do të thotë apo ta pyesim veten tonë, çfarë të mire të ka sjell ty Ramazani ndër vite? Çfarë dobi të ketë nga ky agjerim prej moshës që ti e mon mend që agjeron. Sepse po të na pyet shumicën atyre që agjerojnë për një moshë shumë të hershme. Pse se Allahu xhaleshano ja përpjek në zemrën e vet udhëzimin për me agjeru. Edhe shoqënimi do të thotë me familjet tona më shumë, sidomos në kohën e iftarit, bashkimi është një mesazh i madh edhe i veçantë që ky muaj është muaji i bashkimit. Se subhanallah, para se të bëj pyetjen tjetër, rinia nga dita ditës po i largon bashkë këto vlerave të cilat i përmend, familja. Është një institucion ku subhanallah po lëkundet nga dita ditës. Pasha Allahun para një kohë shumë të shkurtër, po ndëgjoj duke ecur dy shok, u bëra vesh i ndëgjimit, u bëra vesh i muhabetit të tyre. Po i thot ka herë si mi pa dhe thot ku ki vajzen dhe djalin. Thot vajza është larg nga unë, ndëgjohemi rrallë etj, u s'di kur gjam për të. Veten po djali ku ishte di se e ki edhe një djalë, thot fjalia e parë apo përgjigjja e tij e parë ishte djali im nuk flet me mua. Po pse? Thot kot. Po ka ndonjëherë jo kot. Nga koti rinia sot nuk po flet me prindin e vet. Subhanallah. Ne kemi begati dhe mirësi ku prindet i kemi gjallë, sa kanë nga to të cilë nuk i kanë gjallë dhe nuk din t'i vlerësojnë këto të gjallë, kurse këto të vdekurit kishin dhanë çdo gjë, por t'i kthejnë. I nderuar, pyetja rradhës do të ishte menaxhimi i kohës pas Ramazanit. Të ndërlidhem edhe një herë me këtë pjesën e menaxhimit të kohës në Ramazan, që patjetër është mesazh do të thotë edhe pas Ramazanit, ku do të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon që një person i cili mundohet ta bëjë një vepër të mirë gjatë këtij muaji, do të thotë atij i shpërbles sikur një farz gjatë jashtë Ramazanit. Por ai i cili e bën një farz, thotë një obligim, një adhurim obligativ në këtë muaj, do thotë Allahu xhaleshanu ja shkruan si të jetë 70 fish jashtë Ramazanit. Kjo ka një reflektim shumë të madh. Pse ka reflektim shumë të madh? Për faktin që njeriu duhet me ia ditë vlerën obligimit që e ka. Do thotë obligimi nuk është obligim vetëm të kryhet. Agjerimi nuk është agjerim thjesht, do thotë obligim që ne ta lajmë veten tonë pa ujë, ta lajmë veten tonë pa ushqim, edhe të vazhdojmë, do thotë edhe të themi jemi agjerues. Me të vërtetë pejgamberi s'na tregon thotë që Allahu nuk ka nevojë që njeriu të lej ushqimin, ta lej ujin, të lej do thotë këto nevojat e përditshme për Zotin, por t'i laj për veten e vet. Ta agjeroj për veten e vet, sepse tek Zoti gjendet ajo. Allah nuk ka nevojë do thot për agjerimin tonë, për adhurimet tona, për obligimet tona. Gjitha janë këta vetëm për veten tonë. Menaxhimi i kohës do thot pas Ramazanit na shohim në momentin që kryen Ramazani. Momentin që kryen agjerimi na fillon me pas se sa ka reflektuar ky agjerim te na. Nëse ky agjerim do thot neve na lën sikurse ishim para agjerimit, atëherë ta pyesim veten tonë se ku kemi ngel. Do thot ku kemi çalu. Ta themi këtë gjuhën tonë që e kuptojmë. Ku kemi çalu, në cilin moment nuk kena ditë na me bën një vepër tamam që nuk na dha fryte masi që të kaloj muaji i Ramazanit.
Ibnul Qayyim thotë kështu, humbja thotë është më e keqe, humbja e kohës është më e keqe thotë se vdekja. Se vdekja thotë ty don ka dynjaja. Don ka dynjaja. Por koha thotë humbja e kohës ty don thotë nga Zoti. Do thotë Allahu xhaleshanuhu menaxhimin e kohës e ka përshkruar në format më superlative, më të bukura kur vetë thot wal asr. Nëse Allah ty të mbetohet për diçka, thot pasha kohën, duhet më di që ka një vlerë shumë të madhe. Edhe në ato çka cekme në fillim 5 gjëra që i ka përmend pejgamberi sa që duhet me i shfrytzu para se të vinë tjera, thot shfrytzoje thot kohën e lirë para se të vi koha që i xhanën. E na shpesh thojmë, masi që mbaron dita thojmë, sa shpejt kaloj. Pse? Sepse çdo njeri i dashur në mill, efendi, është i nxonur me veten e vet, me obligimet e veta, edhe asnjëherë nuk i jep rëndësi kohës vet. Vesh kur kalon më sa i thot si kaloj koha. E do thot humbja kohës na ndon nga Allahu xhaleshanu, nga mirësitë e Zotit. Unë shpresoj që muaji i Ramazanit, se çdo herë është begati, çdo muaj që vjen është begati. Por Allah i ka dallu disa gjëra, i ka dallu muajin, i ka dallu ditët. Edhe do thot patjetër ky muaj i dallum duhet me lën shenja dallum edhe mas këtij muaji. Duhet me lën do thot gjatë vetes tonë duhet me qenë dallumën në veprat tona. Me që subhanallahu po ja afrohet çdo gjë ka fillimin e vet dhe përfundimin e vet, fundin e vet dhe ne lutim Allahun fuqi plot që të ketë dobi nga ky bashkëbisedimi ynë, cili do të ishte mesazhi yt për rinin tonë dhe agjëruesit. Mesazhi është i qartë kur vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dalluar rinin çysh në rinin e vet. Edhe na duhet me ndjek rrugën e pejgamberit alayhis salam. Duhet me ditë çka tha Zoti xhaleshanu. Ne në gjenerat e ri, na cekme në fillim. Edhe un po flas për veten time, po jam i sigurt që edhe për ty që jena shumë të gatshëm që kësaj rinie që gjen rreth na shtinimojm. Do thot na jena të gatshëm që çdo pyetje edhe çdo imsi apo dyshim që ata kanë veten tonë na jena të gatshëm që më ju përgjigj, jena të gatshëm që më ju ndihmu, me ju qëndru afer, me fol zbashkut problemet aktuale, sepse po ta pyetësh, po marr një shembull, cilën mund të kuptohet më drejt. Po ta pyetësh një i cili është në kohën e gjimnazit. Ta pyetësh ku do të shkosh në fakultet, nuk e din. Do të është në atë pjesën më delikate që ishim edhe na dikur. Elhamdulillah, familja na drejtoi. Edhe padyshim edhe ato i drejton familja vet. Por mesazhi që unë mendoj t'jap është që me qenë bashkumun, me ndihmu njëri tjetrin aty ku ka nevojë, me dhënë këshilla aty ku ka nevojë. Pse? Sepse gjithë jena rob të Allahut xhaleshanu. Gjithë jena krijesa e Zotit. Tash e kena shpirtin, mas disa sekonda mundar mas me pas. Do thot asgjë në këtë dynjë nuk është e jona, as shpirti. Edhe i takon Allahu xhaleshanu. Andaj me qenë bashkumun, me fol mirë, me përshëndetje njëri tjetrin me selam, me uru njëri tjetrit të mirat, edhe mos me pas asnjëherë turp që me pyet njëri tjetrin për mangësitë e njëri tjetrit, për këshillat ndaj njëri tjetrit. Edhe inshallah don Zoti që ky Ramazan të jetë mesazh i fortë i pranuar inshallah tek Zoti xhaleshanu. Allahumma amin. Allahu shpëleft, Allahu nderoft. Ju gjithashtu. Allahumma amin. Të nderuar ndjekës, ne lutim Allahun fuqi plot që mesazhin ta marrë rinia, e lutim Allahun fuqi plot që ibadetet, adhurimet tuaja Allahu t'i pranoj, lutjet tuaja, e lutim Allahun fuqi plot që agjërimit të jetë i pranuar. Ne ndjekemi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.